rikthemi sërish në bisedë, zoti Pashk, për këto tema mjaft interesante që ceken nga ky libër. Ju jeni nga Malësia e Madhe, keni larguar nga Malësia, keni ardhur për arsyet që trajtoni në romanin e parë, keni ardhur në Shtetet e Bashkuara. Si se do një farë njohurie për realitetin e kohës në Shqipëri. Dhe kjo është duket njohurie pavarësisht se s'ke qenë aty që e përmenda, por e ke përjetuar me realizëm. Kur njerëzit kishin frikë të flisnin me njerëzit e vetë, kur dënoheshe vetëm se kishe takuar një shok dhe s'dije qa bëj me të, kur nga një dënim kalohen në persekutim, nga një persekutim në tjetër, nga ai në shkatrimin e familjes, në tëpimin e gjithë njerëzve, dhe është një kalvar që e ka kaluar populli shqiptar. Edhe kur tregon që është në fillim kalvarin e familjes së Toninit në përkampet e përqëndrimit, dhe si kampi i Tepelenës apo kampet e tjera ku ndodhen apo në internim, e të gjitha ato ku tregon jetën përpara se ky të arrijej e të bëj në moshë rreth 20 vjeçar që kryen edhe shërbimin ushtarak e tjera, edhe në ato ke detaje të një realitetit të ndjerë. Këtë unë ta kuptoj, se ti duke ndetur me Toninin, a më në shok të ti e ke kuptuar këtë realitet, natyrisht e ke imagjinuar, po nga ana tjetër, unë gjithmonë them, do një fantazi mjaft të thellë që ta përjetosh dhimbjet e palës tjetër, kur ti s'ke jetuar në atë vend, por natyrisht ke dëgjuar edhe për atë, është bërë ditur diktatura komuniste se çka bërë në Shqipëri. Megjithatë ti e vendos rrëfimin tënd imagjinar. Nuk kemi, pavarësisht se bëhet fjalë për i ballën, por në thelb ngjarjet kalojnë nga njëri vend ke tjetri, nuk ka një vend fiks. Unë do të pyes, a ke qenë ndonjëherë në Ballë? Jo. Jo, por është interesante, kjo është pyetje shumë interesante, se më kanë bërë këtë edhe në Shqipëri kur isha gjatë për promovimit në Tiranë, në Prishtinë, Prizren. Si ti që s'ke jetuar kur në Shqipëri, domethënë Shqipërinë londineze, si për shumë i Ballë. Në fakt, unë aq që e kom jetuar i Ballën duke shkruar librin që duket se kam jetuar edhe unë aty. E kom përshuar. Jo, ekzistenca një gërshtenje që bëhet dhe si stërmbëllar që lidhen fatet, aty prap tregon. Unë thash ta pyesë Pashkun, a ka qenë një s'kam qenë kurrë aty. Imagjinoni. S'kam qenë kurrë as në burg të Burrelit, as në burg të Spaçit, as në Tepelen, as një prej tyre. Por jam munduar që vetëm si një ilustrim për edhe kjo ndoshta për shikuesit, duke shkruar, duke përftyruar dhe i dhënë imagjinatë se si është burgu i Burrelit. Unë kom hidhur pak edhe në research, kom shikuar edhe kom marrë edhe dosjet nga CIA që ka prodhuar në vitet 80-90 një dokument i cili e përshkruan në detaje mallësinë e Burrelit. Sa lloma ka pas, sa lloma kishin që qëndronin 2 persona, 3 ose më shumë. Atyre kur trajton aty në roman që u futa në këtë në dhomë më morën më çuntu. Unë e shoh llomën sepse kom përftuar dhe lexuesi kur të besoj që do të shoh vetin atë llomë me muret lodhura, me dritare, me xhemba. Domethënë, edhe unë aty duhet që lexuesi të shoh veten pikrisht me mua së bashku në atë llomë, për ta përjettuar vujtin që Marku e shumë Mark tjera. Ashtu shkruaj edhe për shembull Visar Zhiti që ban një parathënie të mrekullueshme. Se Visari më thot në bisedë, unë jam Marku në librin tan. Sa tjerë. Pra, një person real që ka përjetuar ferrin komunist si shkrimtar i minjor Visar Zhiti, e sheh atë çka ti ke shkruar si reale, si të vërtet. Edhe kjo është arritje. Unë uroj që me që historia e komunizmit shqiptar ende nuk është shkruar si duhet, as nga historianët, as nga shkrimtarët, aq më keq nga politikanët, a shihni brengën si një akt korrigjues ndaj kësaj mungese morale të një trajtimi dinjitoz ndaj
të shkuarës. Se ende sot në Shqipëri ka iftarët e Enverogjës. Vërtet. Është pyetje jo e lehtë për mua sepse nuk kam jetuar aty dhe nuk e di. Por çka duhet të them çka është e rëndësishme për mua është që ka nevojë edhe në të letrat, në të këmbimin kur bëhen së bashku Marku me Toninin, këtë temë trajtojnë. A duhet shkruar pse duhet të merrem me këtë? Dhe kjo jo për të revanshuar dikuj, por e vërteta duhet të dalë në dritë. Duhet të dihet kush ka qenë ai që ka shkaktuar dhimbjen dhe ai që ka qenë viktim. Nuk janë të barabartë. Nuk janë për të ignoruar këtë fakt. Dhe këtë duhet ta dim. Këtë duhet të ndoshta stati në pyetje, ndoshta në Shqipëri duhet të trajtohet pak më me në një mënyrë ndryshe që të jepet një ngjyrë reale vujtjes dhe kush e shkaktoi vujtjen. Okej. Ti i përmend se kush e ka shkaktuar vujtjen, i ke por personazhe të cilët janë të skicuar, se nuk janë personazhe. Shpeshher edhe në bisedë paraprake më the dikush prej tyre e ngjat dikujt në një realitet tjetër. Kjo është veçori e krijimtarisë artistike. Ajo që do desha të pyes, mbasi doli libri, e lexuan njerëz, apo para se ta botoj, ke pas në një farë rezistencë në heshtje, keq interpretim për kuptimin e librit, apo jo? Në fakt, unë kam libra shkruar në gjuhën angleze me titullin When Eagles Cry, dhe kur je bën me përkthimin përmes shtëpisë botuese Onufrit, të cilët jam jashtëzakonisht mirënjohës, sepse ta botosh një libër tek shtëpia botuese Onufri është një nder i madh për mua dhe është një njerëzim më të mira me verë kombëtare, botuesi Kadares natyrisht. Janë vërtet si të them, besoj që shtëpia botuese më e preferuar në botën shqiptare, me plot respekt për tjerët natyrisht, por çka mendoj për kur e konceptova librin dhe fola me disa miq të mi, të gjithë kanë atë, po mos po lëndon kënd, mos e kishin mendim, mos po ofrojnë në një tezë për hakmarrje, për këtë, për atë. Unë e kom pas qartë se nuk është qëllimi i librit, dhe nuk e trajtoj as pak këtë temë. Mua më ka interesuar aspekti humanist, si human, si njerëz që ndoshta dhe nga se s'kam jetuar në Shqipëri, ndoshta kam një farë ma lehtë që të merrem me një temë të tillë. Ja do ta thoja me gjithmonë, sepse ti e ke pasur më të lehtë. Se sa një person që mund ta ketë përjetuar ferrin e drejt për drejt komunizmit. Kam pas mundësi të jem më neutral, si thonë. Ndaj fenomeneve të asaj kohe. Po natyrisht një shoqëri distopike ku gjithçka përgjohet, kur në çdo hap të ndjekin me faj dhe pa faj. Faj pa faj. Marku, që të din lexuesi, Marku s'ka pa as edhe një faj. Ai në fakt shpjegoja pak shumë me dy fjalë historinë pse ndodh Marku Tonini kthehet nga ushtria, 21 vjeçar. Pinjoll të familjes Mirakaj. Kushëri i tyre ishte Kolbi Miraka, që ishte ministër në kohën e fashizmit, kohën e Zogut dhe Italisë. Dhe ai natyrisht ata përdjekën pasi komunistët fituan. Dhe jeta e këtyre u shndrua ba ferr e gjithë Mirakajve, pa dyshim cilë. Emri kam një kapitull emri që me zinxhir të Lio. Dhe Tonini, Tonini kishte ëndra që të realizohet jetën në Shqipëri. Kishte kryer një shkollë të mesme, kishte kryer ushtrinë, kishte një farë dikush që kishte thënë mund të bëhesh mësues. Po, jo kishin ofruar si mësues, ishte në rregull. Por babai e dinte realitetin, ishte më i pjekur, ashtu Tonini 20 vjeçar dhe nuk e dinte realitetin. Dhe në fakt ishte babai i tij, Zefi, i cili e planifikojnë gjithë, sepse ai ishte i përdjekur, kishte ranë në burg 2-3 herë, ishte domethënë e kuptonte shumë mirë rrezikun që kanose nga Partia Komuniste asaj kohe, dhe vendosën të ikën, kishin shumë shqiptarë që kishin ikën atë kohë. Dhe atë natë para se ikën, Tonini kishte shokun këtë imagjinar që unë e krijoj, Markun, që e ban brengën, dhe shkon tek shtëpia e tij të përshëndetet me ta, pa i treguar se do me ikë, por duke shkuar mendon ata pyes të vinë me mua. Ti tregoj jem të karratisim apo vjen me mua. Por duke shkuar aty në krye, zëri i babës i kishte thënë mos i trego, mos i fol as mureve, se su besohem as mureve, sepse një fjalë e vogël na prish gjithë planin. Dhe kur shkon ai aty, don me pyet,
por një dialog që bajnë së bashku jep me besuar se Marku nuk do të rratisej. Sepse kishte babën e nane, ishte i vetë fëmijë dhe ishte e pa nevojshme me pyet se ai s'do rratisej. Dhe Tonini nuk e pyet kurrë apo vjen me motikin. Që ti lën të idenë. Ti lën të idenë. Dhe Marku as nuk dinte se Tonini çfarë po bën. Domethënë, s'ka as pak faj, as nuk kishte as pak asnjë pjesë asaj. Marku shkon në punë vet, ai fal përshëndetën. Tonini nesër mbrëmje është me familjen siç ka ndodhur, si kanë edhe familje të tjera. Ndërsa Marku mbetet aty. Tashti fati rreziku i tyre atë natë kur dalin të bashkë me përshëndetja tradita shqiptare. Një komisar Memo aty në fshat i Ballës, ishe së bashku. Që ka ndodhur, domethënë është dhe tashti kur rik Tonini vërsulin mbi Markun sepse ti ke qenë me ta, ti sigurisht ke lidhje me diversantët, me terrenistët, ke lidhje me Vatikanin, me këtë me atë dhe të marrojnë. Babën e nanën e Markut i marrin i çojnë i vrasin, dikun përshkruhet, nuk e shkruaj vrasin, por domethënë i të marrojnë. Marku ik sepse baba i thot thot baba, nëse ke nevojë të ik atje ku çajnë shqiponjat. Është për ata ka libri në anglisht, shpreha, sepse atje zhurma që bajnë shqiponjat për me tregu se po ja aty tek ajo kasollja e gjyshit. Po, tek kasollja e gjyshit në përbiesh atje në mërtur dhe atje ik se ndoshta komunistë kanë me të lanë, s'kan me të bezdis atje. Keme hum. Kalon kjo rrëmuj një muaj dhe së përdjekim. Por Shqipëri s'dolli ashtu. E gjejnë Markun 3-4 muaj më vonë në atë kasolle, në Puk. Dhe ashtaj ikja tash e Markut sepse se si Marku mundohet të mbjetojë tani. Ka të vdes ose të mbjetojë. Për e nxan, e kapin, e kthejnë në Puk fillimisht, pastaj e çojnë në Spaç, pastaj në Burrel dhe këtu i kalon këto. Të gjithë përshkrimi i torturave, këtë kemi lexuar në shtypin shqiptar memorie, sidomos një sajt memorie.al që jep rastet. Shumë sa duhet vetëm në gjallë, kom lexuar shumë nga jo, por kom lexuar edhe librin e Atzef Plumit që përshkruan në detaje të mërshme çka ka ndodhur, çfarë ka ndodhur aty. Dhe kam ata si një farë si një kuptim se çfarë ka ndodhur. Edhe duke fol me njerëz në vite, por jam mundur që të jap esencë, të jap jetë Markut në burg, si t'jap shpresë Markut në burg. Se edhe pse 28 vite vujti të merrin e Golgotën e burgjeve shqiptare, në fund të fundit dominon ajo e mira që del nga shpirti, nga besimi se diçka është më e mirë. Edhe kjo ndodh në fund të romanit. E në fund të këtë paralele, Linjas i bashkon në periudhën post-komuniste të Shqipërisë. Vitet 88-89. Fillin 90-ta, fillimi i viteve 90 ku komunizmi kishte filluar me shpërndarje. Natyrisht kam një pyetje për një personazh, unë do desha ta zhvilloj më tej atë temë. Futet dritën si linjë dashurisë. Po është pak, ti ndoshta s'deshe ta ngarkoje subjektin e romanit me një linjë tjetër, sepse kishe qëllimin e dy linjave kryesore, por unë do desha që kishe diçka më tepër, ndoshta një roman tjetër. Ndoshta se të shpjegonte fundin e lumtur në fund. Unë prap thash edhe më parë unë kam pas mundësi që ta marr një ditë të vetëm të dritës dhe Markut dhe ta krijoj një roman nga ajo pjesë. Por mua më ka interesuar të jetë drita për disa arsye. Një të jap se ka një dashuri që ekziston. Ekziston një shpresë. Një shpresë edhe aty në fshat që këta Markun e marrin nga i balla, e çojnë 28 vite kur kthehet mbrapa, pikërisht aty në atë fshat e zgjan shpresën, ringjalljen, jetën në një vend ku shpresa s'kishte të drejtë të jetonte, se e kishin mbytur shpresën, e kishin mbytur me vite tortura në përburgjet e paimagjinuara. Dhe këto kur kthehet në Iballe, disesi aty banë së bashku. Do të thënë, libri ka dy jetë paralele. Fillon në Iballe, njëri shkon në drejtim të lirisë Tonini, në kërkim të Amerikës që e gjen, tjetri fatkesisht do të ikë nga komunistët që civilizon, dhe tash njëri rrugtimet e tij për drejtim të Amerikës, ndërsa ky në burgjet e Burrelit, Spaçit, pastaj banë së bashku përsëri në Iballe të Pukës. Të dashur teleshikues, po ndërpresim këtu bisedën për një pauzë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak.